Një ditë pas protestës së 7 kombëtare të opozitës, kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha ka rikonfirmuar vijimin e aksionit opozitar, duke theksuar se çdo skenar i protestës mbetet i hapur, përfshirë edhe instalimin e çadrave në bulevardin përballë godinës së kryeministrisë. Kjo është një nga format më të shkëlqyera të protestave që ti sugjeron. Ju siguroj se në këtë betejë ne do konsiderojmë të gjitha format e protestave. Në komunikimin e tij të përjashtëm në rrjetet sociale, Berisha ka bërë thirrje qytetarëve dhe forcave opozitare të bashkohen, duke folur për një përballje të gjatë politike kundër qeverisë aktuale. Ne nga protesta s'heqim dorë kurrë dhe nuk ndalohemi. Ne do bëjmë gjithçka për të bashkuar me forcat tjera politike opozitare. Dhe unë prapë sot u bëj thirrje atyre. Është koha të veprojmë së bashku kundër një armiku të egër, të qenjes shqiptare. I bëj thirrje shoqërisë civile që ka mbetur jashtë kontrollit të Edi Rams, të bashkohet me ne. Ju bëj thirrje intelektualëve. Dilni nga konformizmi juaj, se shkatrimtar, pensionistët, ju bëj thirrje të bashkohen, të mos pranojnë këtë poshtrim dhe në nënçmim që u bën Edi Rama. Të dashur fermerë dhe fermere, fermat tuaja falimentojnë, sepse Edi Rama ka vendosur sistemin fiskal që i falimenton ato. Gjatë deklaratës së tij, lideri i opozitës ka akuzuar qeverinë për përdorim të dhunës në protestat e fundit, duke paralajmëruar gjithashtu nisjen e procedurave ligjore ndaj strukturave të policisë për veprimet gjatë ubimit. Mbrëm, siç theksova, janë përdorur mjete të ndaluara me ligj kundër protestuesve. Parazitha është përdorur spraj i ariut apo vërbues i ariut, i cili në disa rrethana ka pasoja vdekjeprurse. Nga taracat janë hedhur drejt protestuesve shishe molotov dhe janë të dokumentuara. Policë kriminal kanë hedhur kapsollat te këmbët e protestuesve dhe janë plagosur protestuesit nga kapsollat e tyre. Janë hedhur bomba shurdhuese, bomba zhurmë të fuqishme, të cilat edhe ato kanë plagos qytetar. Janë vërsulur me egërsi dhe me qëllim ndaj deputetëve të cilët absolutisht veçse ishin garant të kryengritjes paqësore. Për të gjitha këto dosjet do shkojnë në prokurori. Në fund të komunikimit, opozita sipas Berishës do të vijojë protestat dhe aksionin politik në javët në vijim, ndërsa nuk përjashtohet përshkallëzimi i formave të reagimit qytetar në terren.